gratë janë një fuqi e pavlerësuar ende. Kanë nevojë për të përfaqësuar në politikë bërje. Të kërkojnë më shumë për vete. Ndryshimet e mëdha vijnë kur gratë fuqizohen dhe janë së bashku. Ky trajnim është jo vetëm një mundësi për të patur njohuri më shumë, për të njohur gratë të tjera të cilat janë gjithashtu kapacitete, por edhe mbështetje për hapat e mëvonshëm. Unë mendoj se ky trajnim është një vlerë edhe personale, sepse unë marr disa aftësi dhe metoda të mira të komunikimit, metoda të mira të planifikimit të bërjes së një fushate. Më ka shërbyer fort për të drejtuar të gjitha dijet e mia drejt legjislacionit, pra që ta njoh më mirë ligjin dhe njëjtë për të prekur dhe komunikuar më mirë me zgjedhësit, më qartë dhe mesazhet shkoj më i pastër tek ata. Gjatë këtij rrugtimi, sfida më domethënëse që ne kemi hasur ka qenë mungesa e grave nga grupe vulnerabël në trajnimet tona. Ndaj ne do vazhdojmë të punojmë fort që të fuqizojmë gratë që të jenë sa më aktive dhe të përfaqësuara si në nivel vendor dhe në atë qendror.